Influencerja Gjeneta Fetau ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj pasi ka publikuar një video të re në TikTok, të shoqëruar me një përshkrim që ka ngritur shumë pikpyetje. Ajo ka zgjedhur të dërgojë një mesazh të drejtë për drejtë, por të pa adresuar ndaj askujt konkret. Nuk kam faj, suksesi jem që ju djeg, problemi jeni ju, jo unë, shkroi ajo. Edhe pse video është shpritur me reagime të shumta, nuk dihet se për kjo saktësisht e ka pasur fjalën influencerja. Komentet e ndjekësve kanë qenë të shumta, më shumë prej tyre që kanë tentuar të zbulojnë se kush mund të jetë shenjestra. Gjeneta Fetau njihet për natyrën e saj të drejtë për drejtë në rrjetet sociale dhe shpesh ka bërë deklarata që kanë gjeneruar diskutime. Kësaj radhe ajo ka zgjedhur të mos japë sqarime shtesë, duke lënë hapësirë për interpretime. Nga ana tjetër, na duhet t'ju kujtojmë se Gjeneta Fetau është një emër mjaft i njohur për publikun shqiptar, por jo vetëm. Pjesëmarrja e saj në shtëpinë më të famshme në Kosovë dhe lidhja që pati me Gjestin i dhanë asaj më shumë famë, duke nxjerrë në pa si një karakter të veçantë. Para disa ditësh, ajo njoftoi fansat e saj se është larguar nga televizioni për të përkushtuar në një super projekt që pritet ta sjellë në ditët në vijim.